Imagjino këtë, shteti të heq në shtetësinë britanike. Ti apelon dhe fiton në gjykatë. Normalisht ti je shtetas britanik, është sikur të mos t'ishte hequr kurrë, apo jo? E po, jo më. Ligji ka ndryshuar. Që nga viti 2025, nëse fiton apelin ndaj një vendimi për heqjen e nënshtetësisë, nuk e merr atë menjëherë mbrapsht. Ta shpjegoj më thjesht. Dy nga bazat kryesore për heqjen e shtetësisë janë siguria kombëtare, për nëse ti shihesh si një risk shumë i madh për shoqërinë, për shembull terrorist, ose mashtrimi. Nëse e ke marrë në shtetësinë duke dhënë detaje të rreme, për shembull mbi identitetin, nacionalitetin, të kaluarën tënde. Më përpara, nëse e fitoi apelimin, ishte sikur heqja në shtetësisë nuk ishte ndodhur kurrë. Por tani, me ligjin e ri të 2025-s, edhe nëse gjykata vendos në favorin tënd, nënshtetësia nuk të rikthehet menjëherë derisa Home Office të ketë ezauruar të gjitha instancat e apelit. Ky ligj i ri ngresh shumë pikpyetje për drejtësinë dhe sigurinë ligjore. A është e drejtë që një person që fiton në gjykatë ndaj një vendimi për t'u hequr nënshtetësia të vazhdojë të mbesë pa një status dhe të jetë në kontrollin e emigracionit derisa Home Office të provojë fatin e saj me një apel tjetër? Kur sistemi i drejtësisë vendos, a nuk duhet që ky vendim të hyjë në fuqi në mënyrë të menjëhershme? Po ju, çfarë mendoni? A është ky ligj një masë sigurie e nevojshme apo një tentativë për të shtyrë në mënyrë të padrejtë të drejtat e fituara të njerëzve? Ndani mendimin tuaj në komente dhe bashkë do të shihemi së shpejti.